Momente prekse janë ato kur një ushtar ukrainas kthehet më në fund në shtëpi pas 730 ditësh luftë. Moment emocional ka qenë ai një ushtar i Ukrainas i cili është kthyer në shtëpi pas plot 730 ditësh, pra prej 2 vitesh luftë. Ky moment përfaqëson koston njerëzore të kohës së zgjatur të konfliktit të humbur, traumës përjetuar e dëshirës së thellë për jetë normale. Kthimi i ushtarit nuk është vetëm një kthim fizik në shtëpi, por një simbol i fuqishëm i mbijetesës, rezistencës dhe sakrificës. Pas këtij momenti qëndrojnë 2 vite rreziku të vazhdueshëm, ndarja nga familja dhe jeta në vijën e frontit, heshtja lotot ose përqafimi i ngushtë që shihet shpesh në klipe të tilla, thon më shumë se sa mund të thonë ndonjëherë fjalët. U kujton njerëzve se lufta nuk ka të bëjë vetëm me betejë dhe kufi, ka të bëjë me njerëz të zakonshëm, të detyruar të vuajnë në vuajtje të jashtëzakonshme. Kjo skenë qëndron si një kujtesë. Kjo skenë është me të vërtetë shumë prekse.